Ministri i Financave, Petrit Malaj, njoftoi se Shqipëria në 2025 arriti rritje ekonomike 3.9%, papunësi historikisht të ulët 8.1% dhe investime të huaja rekord 1.21 miliard euro. Paga mesatare në sektorin publik u rrit në 1.026 euro. Borxhi publik ra në 53% të PBB-s, ndërsa të ardhurat nga tatimet dhe doganat u rritën me 560 milion euro. Rritja ekonomike për vitin 2025 parashikohet në masën 3.9%, ndërsa projekcioni ynë për periudhën afatmesme është 4%. Kjo rritje është ndjeshëm më e lartë edhe krahasuar me mesataren e Ballkanit Perëndimor, e cila parashikohet në masën 3%. Vlen për të theksuar se në 5 vitet e fundit, prodhimi i brendshëm bruto i ekonomisë shqiptare është rritur me rreth 20%. Kjo është shifra më e lartë në rajon dhe tregon qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e ekonomisë shqiptare si rezultat i politikave të ndjekura gjatë viteve të fundit. Nga ana tjetër, papunësia është ulur në nivelin më të ulët historik në 30 vitet e fundit, duke arritur në masën 8.1% nga 17% që ishte 10 vite më parë. Kjo normë papunësie është po ashtu dukshëm më e ulët se sa norma mesatare e papunësisë në Ballkanin Perëndimor, e cila sot shënon 10.3%. Gjithashtu edhe ecuria e pagave ka ndjekur një trend rritës me rritje mesatare të pagës minimale me rreth 10% krahasuar me vitin 2024. Sot që flasim, paga mesatare në sektorin publik është 1.026 euro, ndërsa paga mesatare në sektorin privat është vetëm 785 euro. Megjithatë, edhe përmes buxhetit të vitit 2026, ne vazhduam me politikën e rritjes së pagave, duke prezantuar rritjen e mëtejshme të pagës minimale në shkallë vendi nga 40.000 lek në 50.000 lek. Por qëndrueshmëria ekonomike natyrisht reflektohet edhe tek borxhi publik. Të dhënat më të fundit të Ministrisë Financave tregojnë se borxhi publik për vitin 2025 është vetëm 53% në raport me prodhimin e brendshëm bruto, nga 54.2% që ishte një vit më parë. Për 2026, prioritetet janë sigurimi nga tërmeti, sigurimi i produkteve bujqësore, harmonizimi me legjislacionin e BE-s dhe përdorimi i inteligjencës artificiale në tatime dhe dogana.